Ndeshja Shqipëri-Serbi supozoi të ishte një finale mes dy ekipeve për të vendosur se kush do të merrte vendin e dytë. Megjithatë, nga frika për të mos humbur, të dyja ekipet prodhuan një lojë të vakët dhe në fund kemi ndarë pikët me një penallti të humbur nga Rei Manaj që do të kujtohet gjatë mes tifozëve shqiptar se si na u ndalua festa në Air Albania. Një rezultat që i shkon për shtatë Serbisë, pasi kjo ishte vetëm ndeshja e parë e tyre në këtë grup dhe mbi të gjitha luajtë në shtëpinë tonë. Pastaj, nëse Shqipëria e bëri dramë humbje në Angli, Serbia mund të kërkojë akoma edhe më shumë dhe ka dy ndeshje me Anglinë, ndryshe nga ne, që e dogjëm një mundësi, humbëm 2-0 atje. Nga frika për të mos humbur, Silvinho zgjodhi që të mos e luante finalen në Air Albania, por të shkonte në all-in në ndeshjet e tjera të mbetura të grupit. Dhe çfarë nënkupton kjo? Llogaria është fare e thjeshtë. Shqipëria mund të merrte vendin e dytë vetëm në dy mënyra. E para, që të fitonte ndaj Serbisë në golabarazhin e 2 apo 3 golave përpara dhe kështu të bënte punën e saj duke mundur ekipet e vogla, Andorrën dhe Letoninë, për të pasur të sigurt vendin e dytë, por pasi kjo mundësi u dogj, tani fitoria kundër Anglisë në shtëpi është detyrim. Luhet ndeshja e fundit Shqipëri-Angli. Dhe kjo mund të ndodhi vetëm nëse nuk poshtemi me rezultate të thellë në Serbi, sepse nëse poshtemi me rezultate të thellë në Serbi dhe në të gjitha rezultatet e tjera marrin po të njëjtat pikë se Serbia, atëherë Serbia na kalon përpara në sajt të golabarazhit, por ekziston edhe një mundësi që Shqipëria të humbi në Beograd dhe të kalojë sërish në vendin e dytë për në botëror. Cila është kjo? Ndodh vetëm nëse Serbia me rezultatet e pritshme i fiton të gjitha ndeshjet me Andorrën dhe Letoninë, por humb dy ndeshjet me Anglinë, ndërkohë një rezultat minimal, Serbi-Shqipëri 1-0, do të bënte që me ndeshjen e fundit Shqipëri-Angli, nëse fitojë nga Shqipëria, atëherë diferenca e pikëve do të ishte e njëjta. Ajo që do të hyjë në punë do të ishte golabarazhi dhe jo ndeshje direkte. Për këtë arsye, Shqipëria duhet të mundohet që të fitojë sa më thellë të mundet me kundërshtarët e vegjël në letër, në mënyrë që të ketë një distancë golabarazhi me serbët dhe që në ndeshjen e fundit ta ketë çdo gjë në këmbët e saj kundër Anglisë, që në Air Albania, në ndeshjen tonë të fundit për kualifikuesit e botërorit, të jetë çdo gjë në këmbët tonë, që nëse fitojmë kundër Anglisë, të paktën të kemi mundësinë për të kapur vendin e dytë, pasi kundër Serbisë shpërdoruam një shans të artë dhe që do të na ngeli peng për shumë gjatë për te rivalitetit tonë historik.